në ditën që partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosja u ankua në gjykatën kushtetuese kundër dekretit të presidentes Osmani për shpërndarjen e Kuvendit Kosovës, kjo gjykatë ka vendosur një masë të përkohshme ndaj dekretit të presidentes. Dhe kemi parë që sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, masa është vendosur ex officio dhe do të mbetet në fuqi deri në 31 mars ose deri në një vendim përfundimtar për çështje. Ndërkohë që gjatë kësaj periudhe presidentes i ndalohet të ndërmarrë veprime të mëtejshme lidhur me dekretin dhe Kuvendi nuk mund të marrë vendime që lidhen me të. Mund të komentojmë bashkë këtë vendim që ka marrë gjykata, por veçanërisht edhe shpërndarjen e parlamentit nga ana e presidentes. A veproi drejt Osmani? Ishte pak i nxituar, i ngutur ky veprim, por sidoqoftë zhvillimet në Kosovë dhe në Shqipëri, me thonë ne shqiptarët në diasporë këtu në Zvicër dhe diasporë i ndjekim me interesim të madh. Herë me shqetësime, sidomos rreth problemeve, krizave në institucionet tona nuk na pëlqejnë. Pra, kudoqoftë, edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Por kur ju jeni mirë, atje edhe ne jemi mirë këtu, padyshim. Lidhur me zhvillimet e fundit në Kosovë, sidomos me dekretin e Vjosa Osmanit për shpërndarjen e parlamentit të Kosovës ad hoc, ishte një atentat ndaj institucioneve të Kosovës, të ndërtuara me mundë dhe sakrifica, ku zgjedhjet e fundit u lavdruan nga OSBE-ja, BE-ja dhe komuniteti ndërkombëtar, madje siç u tha, ishin shembull jo vetëm për vendet limitrofe fqinje, por edhe mësim për Shqipërinë dhe vendet të BE-s, duket sikur mori dikush në sysh, i kapi si thon syri i keq. Me duke se vendimi i Vjosa Osmanit ishte një çik i ngutur, i nxituar, që gjaksonte një vendim sikur me porosi. Në Ballkan, me porosi nga kush? Përse thoni me porosi? Nga çaqe të ndryshme, anti-shqiptare. Pse në Ballkan vetëm në Shqipëri dhe Kosovë institucionet kanë telashe serioze? Pse ky bllokim i institucioneve që 2-3 herë radhazi që mori hovë sidomos me pas sovranitetit të Kosovës, pas dëbimit të bandave kriminale nga veri u Kosovës, do me thonë largimi i bandave kriminale serbe në Serbi, nga ato të Radojqiqit, pastaj nga bandat ruse, Wagner dhe të tjera, kur Kosova po ashtu u armatos fuqishëm nga SBA dhe Turqia. Fitoria e Kurtit 51% në kohën kur Kosova ju bashkua bordit të paqes, ishte kulminacioni i sukseseve, dhe kjo unë dyshoj se këto qëndrojnë edhe çarqet anti-shqiptare për ta destabilizuar Kosovën. Pas kaosit politik, siç e thash, edhe bllokimi institucional qëndroi shërbimet e huaja anti-shqiptar, madje i gatuar nga mafia politike në Ballkan. Nëse kemi parasysh një takim para ca muajsh, më duket në 2024-23, nuk e di saktisht datën, në Amerikë ku morën pjesë në një tavolinë armiqtë të Kosovës dhe miqtë të Serbisë, si Grenell, ish ambasadori serb Marko Đurić, një mik i Vučićit, kriminali tjetër serb Radojqić, i kërkuar nga Interpolli, dhe më kesh në atë tavolinë u pat edhe presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, si dhe ai Shqipëri Begaj, i shoqëruar nga ish-ministja Spiro Pali, të cilin takim, siç po duket e pas ka organizuar një analist i ikur nga Kosova në Tiranë, s'po do t'ja përmend emrin, për të cilin media shqiptare shpesh e kanë akuzuar si bashkëpunëtor të